Civil Media. Avokati i popullit të them para se gjithashtu në bazë të ligjit ka kompetencë ndër të drejta tjera kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve të mbron edhe të drejtën e votës. Në këtë drejtim në kontinuitet dhe veçanërisht kur ka proces të caktuar zgjedhur, avokati i popullit përdor vegla të caktuara në bazë të cilave bëhet ndjekja, analiza dhe u sigurohet mbrojtjen për qytetarët në realizimin e të drejtave të tyre zgjedhore. Ajo që është sublimet i përcjelljes më shumë vjeçare i procesit zgjedhor është edhe konstatimet të caktuara të cilat kanë dalë nga gjendja e tillë, avokati i popullit në kontinuitet i ka shfrytzuar të gjithë mekanizmat e vetë që i ka në dispozicion për të dërguar organeve kompetente, apo kjo më së shpeshti ka përfunduar me dërgimin e raportit vjetor në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, ndërkaq për të fundit do të përqendrohem vetëm në ato që ka ndodhur gjatë këtij viti. Ky ishte parashtrimi i një raporti të veçantë për realizimin dhe mbrojtjen e të drejtës së votuesve apo zgjedhorët, që rezulton krahas nga puna e avokatit të popullit për parashtresat të caktuara dhe lajmërimet, paraqitjet e qytetarëve në linjën telefonike falës, pastaj ka edhe prej promovimit edhe të së drejtës zgjedhore, bashkëpunimi i vendosur me më shumë shoqata jo qeveritare që punojnë në mbrojtjen e të drejtës zgjedhore, duke përfshirë edhe kategori të caktuara të lëndueshme. Gjithë kjo është bërë me qëllim që të mund të jepen rekomendimet të caktuara të organeve kompetente për gjithçka që mund të bëhet në të ardhmen, me qëllim që të ketë sa më pak probleme kushtimisht thënë për qytetarët. Në pika të shkurta do të them çka është ajo që është më thelbësore për çka zyra e avokatit të popullit ka vërejtje, dhe për çka në fakt edhe shumica e qytetarëve më së shumti paraqitet. Njëra pjesë është gjendja përgjithsisht e njohur me atë se më së shpeshti edhe që në pamundësinë të jepet mbrojtje efektive, dhe kjo është ajo kategoria e qytetarëve e cila të cilët i ripërtërin letër njoftimet e tyre në periudhën pas shpalljes së zgjedhjeve apo referendumit, ose personat të cilët në atë periudhë kohore bëhen avinë mosmadhore. Nuk është numri i madh ky, por është evidente, por asnjë prej këtyre personave nuk mund në mënyrë efektive të realizojë të drejtën e votës për shkak se shlyhen nga lista zgjedhore. Ka ndonjë arsyetim për këtë? Që edhe për institucionin ombudsman dhe për mua personalisht nuk është e pranueshme nëse nisemi nga garancia kushtetuese të drejtës për votë. Nuk ka asnjë arsye nëse në ndërkohë personi e ripërtërin letër njoftim pse paraprakisht ka qenë në pjesë e listës zgjedhore vetëm për atë arsye të shlyhet, të largohet nga lista zgjedhore dhe pastaj të shfaqen problemet të ndërmerrin intervenimet të caktuara dhe të mos ketë as pak efektivitet, as mjeti i tyre juridik të mos mund të realizohet. Segmenti i dytë është problemi i cili nga viti në vit përsëritet, dhe gjithë kjo është në lidhje me realizimin dhe shfrytëzimin e të drejtës së votës për personat të cilët janë duke vuajtur dënimin me burg apo janë në paraburgim. Aty konstatimet janë se ndërmjet 30 deri në 55% për shkak se nuk kanë dokumente personale për identifikim, nuk janë pjesë e listës zgjedhore dhe nuk mund të votojnë. Pastaj është përmendur për diskriminimin që ndodh ndaj kategoritë të caktuara të lëndueshme të qytetarëve, dhe këto janë parasysh gjithashtu persona të sëmurë, të pamundur, me pengesa. Aty kemi pasur disa segmente të ndryshme të dëshmi, është ajo që është thënë nga ana e kryetare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, dhe kjo është se nëse ka dëshirë, nuk është problem vetëm rregullorja ligjore, ndonjëherë mund të ekzistojë edhe vullnet pozitiv diçka të implementohet. Është mirë që si pilot projekt tani po fillon, ka votim dhe u tha në një shtëpi të pleqve, por përsëri do të ballafaqohen edhe gjithë personat që janë të akomoduar në këto institucione, edhe pse ne si avokati i popullit kemi thënë se kjo vlen edhe për personat që janë në entitet gerontologjike, nuk është vërtet numri i vogël kjo, dhe vërtet për personat të cilët dëshirojnë të votojnë dhe pa fajin e tyre nuk mund të realizojnë të drejtën e votës. Më tutje gjithashtu ajo që është e dukshme përsëri, pra do të them edhe një segment ku nuk ka mjet efikas juridik, dhe kjo është gjithë personat themi dalin nga paraburgimi apo kanë përfunduar dënimin vuajtjen e dënimit me burg, lirohet nga burgu Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve,
planon kundërshtimet apo ankesat se u shkelur e drejta për votim, por përsëri nuk mund të votoj, përsëri problemi është i tillë, se rregullori është i tillë, por në përfundim nuk di saktë në ndërkohë nëse diçka është ndërmarrë edhe ne si institucion kemi publikuar rekomandim për shkeljen e sekretësisë të dhënave personale për shkak se atje nëpërmjet faqes aplikacione që përdoret është lejuar nëse kërkohet sipas kriterit të komunës të fitojnë emrat dhe mbiemrat edhe adresat, secili të fitojë dhe të ketë qasje tek gjithë votuesit e Republikës. Nuk është zgjidhja adekuate dhe arsyetimi që jepej përsëri do të them nga përbërja e kaluar e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve se secili individualisht mund vetëm të kërkojë të për shkak të mbrojtjes së sigurisë vetëm të dhënat e tij personale të publikohen, të ndryshohen. Pra, këto janë ato disa gjëra më madhore dhe më të rëndësishme në të cilat duhet të punojmë bashkërisht përsëri edhe mbledhje të këtilla, takime të këtilla të ngjashme supozoj do të japin kontribut diçka të bëhet, për ndryshe do të përfundoj me efektin nga raporti i kthyer për gjitha rekomandimeve të publikuar nga ombudsmani se do të merren parasysh gjatë ndryshimeve të ardhshme të kodit zgjedhor, megjithatë, siç u tha, 30 ndryshime janë bërë në këtë kod zgjedhor dhe supozoj se apo shpresojmë se gjithë kjo do të zgjidhet. Dhe së paku në minimum do të ndihmojmë këtyre personave dhe për ndryshe do të themi që dëshmitar në refundum prej 100 denoncimeve që u bën në zyrën tonë, si ombudsman po thuaj për gjithë në mënyrë plotësuese kemi bërë kontrollime të gjithë këta 100 persona të cilët kanë marrë letër njoftimet në periudhën. Ndërmjet shpalljes së referendumit dhe përmbylljes së listës zgjedhore dhe përsëri nuk ka çka të themi edhe pse sipas meje nuk është e planueshme mënyra se si të njëjtët janë larguar nga lista zgjedhore. Civil Media